Sezoni që presim këtë vit, besoj që do t'jetë si sot, me këtë pjesëmarrje fantastike, me këtë det fantastik, me këtë rër fantastike dhe padyshim me diellin që sigurisht këtu s'mungon asnjëherë. Ne presim që ky t'jetë një sezon shumë i suksesshëm, jo vetëm këtu në Darzez, por edhe në pjesët e tjera të Bregdetit Fierit. Pasti edhe përvojën tashmë e kemi të plot, edhe tradita gjithashtu, edhe investimet në fakt që kemi kryer gjatë këtyre muajve të fundit në infrastrukturën për drejt Bregdetit, besoj që do ta mundsojnë gjithmonë më shumë këtë gjë.